Zhvillimet aktuale në intervistën e ditës do t'i diskutojmë me zëvendës kryeministrin e parë dhe ministër për çështje evropiane, zotin Bekim Sali. Mirëmbrëma dhe mirëseardhje në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Zoti Sali, studentët shqiptar u detyruan dje të dalin në rrugë të protestojnë para Ministrisë së Drejtësisë, për shkak se ju mohohet e drejta për ta dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Edhe ju, edhe eksponentë të tjerë të Vlenit, keni bërë premtime deklarative se kjo çështje do të zgjidhet, por zgjidhja nuk duket në horizont. Tani përderisa jemi duke punuar në gjetjen e zgjidhjes dhe përfundimin e kësaj golgote me studentët shqiptarët për ta dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, natyrisht se nuk shifet ndoshta në horizont, por ne që jemi në proces i shohim ekipin e punës, grupin i cili e ka marrë përsipër të gjenë zgjidhjen e duhur. Thoni që tashmë ka një grup pune. Natyrisht. Unë këtë informacione kam shpërndarë me opinionin qysh në momentin kur është formu grupi i punës. Domethënë, takimin e parë që e kam pas me studentët, t'jem i hapur, një takim deri tash e kam pas me studentët dhe e kam mirëkuptuar kërkesën e tyre, është legjitime, është e drejtë, elementare që është bazohet në kushtetutë, kështu që ne kemi si obligim ta gjejmë zgjidhjen, domethënë, dhe menjëherë kemi pas një koordinim me kryeministrin dhe vendim për të formuar grup pune i cili do të merret me këtë çështje dhe ta gjejë zgjidhjen e duhur. Kush bën pjesë në këtë grup të punës? Janë ekspertë kushtetutës, janë profesorë universitar. Mund na i thoni me emra? Persona të cilët kanë punuar në përpilimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ekipi i njëjtë ka punuar edhe në ndryshimet e ligjit që kanë të bëjnë me edukatorët në qerdhe, kështu që janë ekip i cili e ka dëshmuar veten se ka aftësi profesionale dhe nivelin për të gjetur zgjidhjet e duhura. A ka edhe profesor ekspert shqiptar në mesin e tyre? Natyrisht. Sa janë ekspert shqiptar? Nuk kështu, domethënë në princip nuk janë emra të cilët do duhet tash opinionit të jetë i njoftuar për shkak se më shumë ka rëndësi procesi dhe zgjidhja se sa emrat, por janë profesorë universitar të dëshmuar, edhe opinioni njeh shumë mirë, domethënë e kanë dëshmuar veten edhe me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe me provimin e edukatorëve në përqerdhe. Kështu që besoj që ky ekip do të jetë ai që do ta zgjidhë këtë problem, këtë temë që është aktuale këtë javë, sidomos, është aktuale më gjatë kohë, por sidomos këtë javë dhe besoj që do të ta gjejmë zgjidhjen e duhur. Edhe pyetja e parë, por edhe pyetja e dytë. Provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe. Këtë deklarat e bët përmes një postimi në Facebook në shkurt. Pas 2 muajsh, dje, përsëri një deklaratë e ngjashme, provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe, megjithatë nuk ka një afat konkret për cilën presin përgjigje edhe studentët. Zoti Sali, kur studentët do të mund ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe? Do thonë kështu, e jona është të bëjmë ligj që do të gjejmë zgjidhje e cila do të jetë zgjidhje stabile e përhershme për studentët që të mund të japin provimin në gjuhën shqipe, ashtu siç mësojnë, për shkak se 3-4 vite të studiojsh dhe të vish në fazën e provimit të jurisprudencës dhe do duhet ta ndrosh edhe terminologjinë dhe gjuhën në të cilën ke studiuar, mendoj se nuk është e drejtë ndaj studentëve, të cilëve u kemi mundsuar studimin në gjuhën amtare. Dhe natyrisht ju takon që edhe provimin e jurisprudencës të japin në gjuhën në të cilën kanë studiuar. Dhe kjo, në fakt, është edhe e drejtë elementare si shtetas këtij vendi, për të cilën garancë është vetë kushtetuta. Mirë po, rrugdaljen e zgjidhjen do ta gjejmë shumë shpejt. Unë jam shumë optimist për arsye se kemi të bëjmë me një grup ekspertësh të cilët veç janë të futur në një materie. E kanë trajtuar këtë në 2 raste në të kaluarën, kemi pas rezultate shumë pozitive dhe e përkrahur edhe nga ana e politikës, po edhe nga opinioni, po e bazuar në landën e jurisprudencës, kështu që
edhe kjo do t'jetë rasti i tretë dhe besoj që edhe në të ardhmen do t'jenë të angazhuar po të njëjtit. Po, ju pyeta për një afat konkret, sepse edhe për ligjin për përfaqësimin u prit thuajse 2 vjet sa jeni në Nuk e kam pushtet. princip të flas për afate, për diçka që nuk varet direkt në mënyrë direkte prej meje dhe ka më shumë faktor që Po, ka më shumë janë të faktor, kyçur kjo aty. është fakt, edhe një ndër faktorët është edhe Ministria e Drejtësisë, e cila dhe organizon provimin e jurisprudencës dhe në përgjigjen që dje apo në reagimin që dje bëri Ministria e Drejtësisë e ministrit Igor Filkov ishte se provimi i jurisprudencës jepet në përputhje me ligjin dhe kushtetutën dhe thotë se nuk do të lejojmë keqpërdorim të kushtetutës dhe ligjeve. Kjo deklarat e tij nuk tregon ndonjë gatishmëri se po punohet për gjetur zgjidhje. Ai thotë që nuk do të lejojmë të keqpërdoret kushtetuta dhe ligjet. Ndërkohë që ne kemi në bazë të kushtetutës, gjuha shqipe është zyrtare, kemi dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kështu, në sferën politike atë që kisha të diskutoj me zotin Filkov, ne e diskutuam në fillim. E pam se jemi në 2 anë të kundërta dhe aty ka mbaruar debati. Domethënë nuk kemi lënë në hapësirë që të diskutojmë me te. Nuk keni diskutuar që atëherë as pak me zotin Filkov? Nuk është niveli që do të diskutoj me ministrin e drejtësisë, për arsye se e pam ku i kemi qëndrimet tona, të prera, të definuara, dhe në basa asaj çdo diskutim me te nuk është në nivelin e duhur. Tani e kemi marrë përsipër unë dhe kryeministri ta zgjidhim këtë çështje, kemi formuar grupin e punës, grupi i punës do të jap një zgjidhje të duhur dhe ajo zgjidhje do të jetë përfundimtare. Domethënë në këtë proces thoni që nuk është fare relevant ajo që e thot zoti Filkov, sepse mbajmë mend edhe deklaratën e tij kur tha që ju si stomatolog nuk mund të bëni vlerësime në fushën e jurisprudencës. Po, zoti Mickovski, ju mbështet në këtë ide, sepse sikur edhe tek ai shohim një farë reterimi në deklarat, sot tha se për zgjidhjen do të kërkohet sërish mendim nga Komisioni i Venecias dhe do të shihen standardet ndërkombëtare. Sikur po zvaritet procesi, nëse sërish dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias, po të shohim se çfarë thonë standardet ndërkombëtare. Kështu. Ka reterim apo nuk ka reterim te zoti Mickovski? Nuk mendoj se është reterim kjo, është paqartësi në nenin 9 në të cilën Komisioni i Venecias ka dhënë vërejtjet e saj se nenin 9 i ligjit të gjuhëve nuk është implementueshëm, nuk është i realizueshëm në kushtet e vendit tonë. Po ajo nuk ka fare të bëjë me provimin e jurisprudencës. Nuk thuhet dhe ashtu në përgjigjen e fundit të Komisionit të Venecias. Thuhet që duhen resurse shtesë dhe financa shtesë, por këtë, nëse dëshiron shteti, ta zbatoj nuk është pengesë, mund të siguroj resurse dhe nuk duhet të shihet si mendim negativ nga ana e Komisionit të Venecias. Absolutisht nuk është negativ, po në rrethanat e maqenisë së veriut shifet se neni nuk është i zbatueshëm. Ligji nuk është i zbatueshëm në gjyqësor. Tani kur e themi në gjyqësor, nuk ka të bënë me provimin e jurisprudencës. Dhe këtë çështje do ta precizojnë ekspertët. Për arsye se edhe unë vi nga një profesion që nuk është juridiku, edhe kryeministri vjen nga një profesion po me përvojë politike të dytë, dhe kemi gjetur gjuhën e përbashkët që të mundemi të formojmë grupin e ekspertëve të dëshmuar në këtë problematikë. Kanë trajtuar edhe më herët, kanë gjetë zgjidhjet përbashkët, zgjidhjet janë miratuar, sot e kemi lëshu ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat. Kështu që unë jam optimist se edhe këtë temë do ta zgjidhim bashkarisht dhe shpresojmë mbas kësaj na paraqiten ndoshta mundësi shumë më të mira për të bashkëpunuar, po ja që neve na erdhi ky problem, na u paraqit që të mundemi të merrem dhe ta zgjidhim një herë përgjithmonë në të mirën e studentëve. Keni dëgjuar ekspertët çfarë thonë, do të ndërhyet tek ligji i jurisprudencës, sepse ka një nismë edhe avokati i popullit që e ka dorëzuar në qeveri dhe që kërkon që të ketë ndryshime në ligjin për jurisprudencë, për noteri, për përmbarim, në mënyrë që të mundësohet me kërkesë të studentëve shqiptar provimi të jepet edhe në gjuhën shqipe. Madje qeveria ka afat prej një muaji, t'i kthej përgjigje avokatit të popullit, edhe ca ditë kanë mbetur. Çfarë përgjigje do i ktheni avokatit të popullit si qeveri? Kështu,
sugjerimi i avokatit popullit është në harmonizimin e disa ligjeve lidhur me ligjin e gjuhëve. Ashtu. Dhe kjo është sugjerim. Do të thonë, kjo është një vërejtje të cilën e ka has avokati i popullit, i cili ka reaguar në bazë të kërkesës së studentëve për të dhënë provimin në gjuhën shqipe. Dhe ky sugjerim, përderisa nuk merr përgjigje pozitive nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, nga ana e qeverisë eventualisht, duhet të raportohet, pastaj rruga juridike është raportimi në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut, ku gjithë e dim se aty votohet qeveria, kërkohet ndoshta edhe shkarkimi i një ministri të caktuar, e kështu me radhë. Kështu që pra nuk keni një avokati i përgjigje, popullit e ka kryer detyrën e tij si avokati i popullit, edhe besoj që qeveria do ta japë përgjigjen e duhur. Cila do të jetë përgjigjja e duhur? Se, domethënë, kështu, pas miratimit të ligjit të gjuhëve, është dashur gjitha ligjet që kanë të bëjnë me ligjin e gjuhëve të harmonizohen brenda një viti. Ashtu. Afati një vjeçar ka pas. Afati ka kaluar në vitin 2020. Dhe 6 vite ne nuk kemi harmonizuar asnjë ligj. Nëse nuk marrim masa lidhur me këtë, atëherë përgjegjësinë politike e mbartim gjithë ne. Po, ama edhe pjesa tjetër e ligjit thotë që nëse nuk bëhet harmonizimi brenda një viti, atëherë vlen dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Përse në këtë rast nuk vlen kjo? Prandaj unë e them kështu. Studentët, e kam thënë edhe që në fillim, studentët do të japin provimin e gjuhën shqipe. Por edhe çështja është kur do ta japin, shumë e rëndësishme. A pajtoheni dhe ju me ish-kreun e Partisë Alternativa dhe bashkëpartiakun tuaj, zotin Zeqiria Ibrahimin, se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare? Më thonë kështu, gjuha shqipe nuk është zyrtare në vendin tonë, për arsye se është gjuhë e përkthyer shpesh herë, është gjuhë e 20%-shit, ne jemi bë numër demografik, nuk jemi faktor politik. Domethënë, autenticiteti jon këtu në vendin tonë, vendin ku jetojmë, shtetin tonë, është vënë në pikpyetje në mënyrën se si trajtohet gjuha shqipe. Domethënë, nëse ne si popull autentik në këtë vend, nuk e gëzojmë të drejtën tonë me ligj i cila na garanton gjuhën shqipe, po marr parasysh shiveni, gjitha këto peripeci ligjore, leximi, ky ligj është harmonizuar, nuk është harmonizuar, janë rezultati i trajtimit të gjuhës shqipe me 20%. Dhe shpesh hasim edhe në probleme dhe pengesa të cilat eksponentë të caktuar politik i bëjmë për shkak të vullnetit të tyre. Dhe bazohen, thuan, unë nuk e kam për detyrë të shfrytëzoj gjuhën shqipe, për arsye se unë nuk jam përkatës i asaj etnie në vendin tonë. Nuk duhet të jetë çështje vullneti, sepse 20% dihet se kujt i referohet. 20% janë vetëm shqiptarët në Maqedoni. Ky rast është dëshmues, na dëshmon neve se gjuha shqipe nuk është zyrtare. Po çfarë thot atëherë amendamenti 5 i kushtetutës? Po thot 20%. Po kush është 20%? Po nënkuptohet se është gjuha shqipe. Po mirë. Një gjë është termi 20%. Nuk theksohet gjuha shqipe, po thuhet 20% i banorëve të cilët jetojnë. Po, dhe kush jeton, kush janë ata? Nënkuptohet. Nënkuptohet, po. Mirë, po një nuk gjë thuhet. është çfarë është 20% dhe gjë tjetër është të thuhet që gjuha shqipe nuk është zyrtare. Në vendin tonë e dini se trendi i rritjes së numrit të vendasve tonë të cilët kanë marrë pasaport bullgar dhe eventualisht nesër mund të identifikohen si bullgar, është dikun sipas një lajmi që e kemi lexuar, janë dikun rreth 280.000 banor. Që i bie se është shumë afër numrit real për 20% në vendin tonë. Ai nuk kupton kjo se tash ne do të bëhemi të barabartë me bullgarët në Maqedoni, nëse eventualisht në regjistrimin e ardhshëm mund të kemi këtë numër që kanë marrë pasaport bullgar dhe mund të paraqiten si banor që ndjehen si bullgar. Po mirë, ju që nuk kupton se nuk është e garantuar vetëm për shqiptarët. Nuk është e garantuar, me ikjen masovike që i kemi ne për fat keq. Me ikjen masovike dhe rënjen e numrit të
qytetarëve shqiptar në vendin tonë, eventualisht nesër në regjistrimin e ardhshëm mund bëjmë edhe në 20%. Çka bëjmë tash? E po çfarë bëni atëherë tash? 19.9%. Po, ju keni premtuar, keni pas edhe premtim parazgjedhor që ta zëvendësoni 20% në kushtetut me gjuhën shqipe. E keni hapur si debat? Angazhimi jon politik është që këtë çështje mos ta trajtojmë me numra. Mirë, çfarë keni ndërmarrë si hap konkret? Dhe duhet të trajtojmë të tillë. E keni diskutuar në seancë të qeverisë? E keni diskutuar me partnerin e koalicionit? Kështu. Këto janë disa tema të cilët ne në kornizën e marrëveshjes politike e kemi futur dhe duhet ta trajtojmë deri në fund të mandatit. Dhe është një çështje e cila për fat keq po na gjeneron kohë mbas kohe probleme politike të temës etnike. Që unë mendoj se duhet njëri përgjithmonë ti përmbyllim këto tema dhe duhet të fokusohemi shumë më tepër në zhvillim ekonomik, arsimi, shëndetësia, kultura e kështu me radhë. Patjetër, por thoni që brenda mandatit tuaj do ta zgjidhni dhe problemin e 20%-shit në mënyrë që mos na dalin probleme të tilla edhe në të ardhmen? E keni pasur dhe premtim, e keni edhe në programin tuaj të partisë? Ne jemi të përcaktuar që të trajtojmë atë temë. Sikur çështja e jurisprudencës, kur do të gjejmë zgjidhje, është çështje e marrëveshjes politike. Kur do të zgjidhim këtë problem, është çështje e trajtimit dhe e përpunimit në kuloarët politike në nivel të koalicionit. Me zotin Mickoski? Ne kemi trajtuar si temë, si përgjithësi, domethënë se duhet njëri përgjithmonë ta zgjidhim dhe unë besoj që kjo temë do të jetë aktuale ndoshta mbas zgjidhet jurisprudenca dhe disa provime tjera të cilat do të jepen në gjuhën shqipe, unë mendoj se do të jetë në pako pastaj edhe trajtimi i kësaj teme. Qeveria sot miratoi propozim ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike në institucione. Çfarë ndryshua konkretisht nga versioni i parë në kuadër të vërejtjeve që kishte Komisioni i Venecias? Ku dallon versioni i parë nga ky version që kaloi sot në qeveri? Domethënë pikat të cilat i ka pas si vërejtje patjetër ta them kanë qenë më tepër normoteknike. Domethënë njëra prej vërejtjeve ka qenë për shkak se kemi të bëjmë me një shtet i cili është multietnik, ka nevojë për përfaqësim të drejtë, të adekuat të gjitha etnive që jetojnë në vendin tonë, si administratë e cila do ta shërben qytetarin, por mos të fokusohemi vetëm te përkatësia etnike. Do duhet patjetër të japim rëndësi edhe cilësisë. Dhe në çfarë forme do të trajtohet edhe cilësia, mos të pësoj cilësia në kualifikimet dhe në konkurset e ardhshme, po edhe përfaqësimi adekuat të jetë i gjithë përfshirës për gjitha etnik. Kjo në bazë të kësaj është vendosur që të ketë qeveria të formojë një trup koordinativ në të cilën do të marrin pjesë më tepër disa nga ministrat, udhëheqësi i saj është zëvendës kryeministri i parë. Domethënë ju do të jeni udhëheqësi i trupit koordinues në nivel qeveritar, në të cilën ngërthehen disa ministri, po do të ketë përfaqësues edhe të ministri i keni precizuar? Ministria e Administratës, Ministria e cila i trajton raportet mes bashkësive etnike, Ministria e Financave do duhet të jetë i kyçëm për shkak të procedurave për punësimet në të ardhmen. Do të ketë përfaqësues nga një shoqat jo qeveritare. Pastaj do duhet të ketë edhe kyçe të disa trupave tjerë të cilët përfshin etnit të cilat jetojnë në vendin tonë dhe të cilët janë të nënpërfaqësuara. Kur e themi nënpërfaqësuara, nën 20%-shin e cila gjithkohës po e flasim, dhe këtu nënkuptojmë dikun 4 etni që do duhet të kenë përfaqësinë e tyre në trupin koordinues, për shkak se detyra e saj do të jetë mbikëqyrja dhe mbarvajtja e implementimit të ligjit. Ligji nuk detyron që kandidati, qytetari të deklarojë përkatësinë etnike. Në këtë kuadër, cili do të jetë mekanizmi ose metodologjia në bazë të së cilës do të zbatohet ligji për përfaqësim në praktik? Kjo ka qenë edhe njëra nga sugjerimet e Komisionit të Venecias, në të cilën thuhet se nuk është sugjerojnë që të ketë mekanizëm me të cilin kandidati duhet njëherë të identifikohet
etnia e tij, që mos mundet pastaj të ndryshon etninë në bazë të konkursit, domethënë. Dhe mekanizmi më i sigurt është në bazë të letërnjoftimit të cilën e posedon kandidati, për arsye se në gjuhën në të cilën e ka marrë letërnjoftimin konsiderohet se ai është edhe i asaj përkatësie etnike. Po, në versionin e ri, a parashikohen sanksione për mos zbatimin e ligjit? I keni fjalën për kandidatin apo? Jo, nëse një institucion nuk e respekton, nuk e zbaton ligjin për përfaqësim, kështu, a do të ketë sanksione? Kjo është detyrë e trupit koordinues. Trupi koordinues do të mund të shqiptoj gjoba, do mund të sanksionoj? Jo, nuk do të mundet, nuk është parapar që të ketë gjoba për këtë procedurë, por I lihet vullnetit trupi koordinues do të raportoj qeverisë për mbarvajtjen e procesit. Aty ku ka vërejtje serioze për mos implementim, për keqpërdorime kështu me radhë, do të merren masën politike të kushtimisht thënë. Domethënë, vërejtje do të adresohen në institucion në cilin nuk implementohet ligji. Pra i lihet vullnetit të udhëheqësit të institucionit nëse do e zbatoj ligjin nëse jo. Shiheni, nëse eventualisht vërehet se, domethënë në të ardhmen ka keqpërdorim në shumë institucione, ligji është materie e gjallë. Atëherë ndoshta mund të fokusohemi në ligji i cili mund të ketë edhe restriksione për udhëheqësit e institucioneve të cilët nuk e respektojnë ligjin, mirë po duke pas parasysh se cilësia është para përkatësisë etnike. Domethënë, në një formë do duhet paralelisht të shtyhen të dyjat. Mirë po ju nëse keni konkurs në të cilin kërkohet një profil i caktuar me kriteret të caktuara dhe nuk paraqitet asnjë përkatës një etnie e cila ndoshta nuk ka realizuar ndonjë punësim në administratë në konkurset e mëparshme, nuk mundemi ta rezervojmë. Nuk do të jetë vend i rezervuar. Mundemi ta rezervojmë atë vend pune për shkak se duhet patjetër të jetë i një etnie përkatëse. Dhe kjo është ajo detyra e trupit koordinues e cila në periudhë 3 vjeçare do të ndjek gjitha konkurset. Dhe këtu do të bëj një elaborim dhe një evaluim të implementimit të ligjit, nëse vërejmë se vërtet ka keqpërdorim, edhe pse ka pas kandidat cilësor dhe disi udhëheqësia e atij institucionit ka vendosur që të ketë kandidat i cili nuk ka qenë ndoshta i pari në konkurs, atëherë do të merren masa ndaj udhëheqësit. Si do të asiguroni mbështetjen në kuvent për këtë propozim ligj, me që opozita shqiptare ka thënë se nuk e mbështet ligjin pa pasur dhe pjesën e sanksioneve, badenter nuk keni, synoni badenterin, ta siguroni përmes deputetëve të levicës, ashtu sikurse edhe për avokatin e popullit që i siguruat? Tash mua si i besuar i qeverisë i cili do të duhet ta shtyjnë këtë procedurë të votimit për krahjes së ligjit në parlament, më pret një periudhë goxha e ngjeshur me deputetët, për arsye se do të hapet debat publik brenda kuvendit. Gjithsesi do të jemi të hapur për propozime të cilat mund të implementohen dhe inkorporohen në ligj, nuk është ligj i mbyllur hermetikisht në të cilin nuk do të lejojmë ndërhyrje, por gjithçka që është korrekte dhe e shohim si të arsyeshme për të implementuar, patjetër se do të merret parasysh, natyrisht duke mos e rrezikuar edhe vlerësimin e Komisionit Venecias. Për shkak se jemi në fund të minutave, do doja shumë shkurt edhe një pyetje. A do të përjashtohet diaspora nga regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, me që drejtori i Endit për Statistika para pak ditësh tha se regjistrimi i ardhshëm do të jetë online dhe nuk do të regjistrohen jo rezidentët? Drejtori i statistikave nuk është, dhe nuk duhet të jetë kreatori politikave në vendin tonë. Edhe ministri për transformim digital ishte i po të njëjtit mendim. Kjo çështje duhet të realizohet normalisht në vitin 2031. Ashtu. Dhe nga tash kemi diku 5 vite kur do duhet të realizohet regjistrimi. Dhe deri atëherë na pret shumë punë. Natyrisht regjistrimi, kodi zgjedhor, janë tema të cilat ne brenda subjektit ton politik i trajtojmë si tema dhe pastaj qëndrimet tona do duhet
ti përcjellim fillimisht të partneri koalicionit dhe të gjithë faktorët politikë në vendin tonë, si qëndrim i vlenit, dhe në këtë periudhë 5 vjeçare unë jam i bindur shumë se do të kemi një konsenzus më të gjerë politik. A do të kishit toleruar që të hiqet nga regjistrimi i popullsisë? Absolutisht, duke ditë se na dëmton më shumë të shqiptarët nuk është. Sepse mbi 60% e diasporës janë shqiptarë. Ne jemi duke insistuar që në kodin zgjedhor të futet votimi i diasporës. Domethënë, nëse në votim duam t'i kemi diasporën tonë, që e dim se shumica janë shqiptarë, është e natyrshme që do duam edhe në regjistrim t'i kemi shqiptarët, për arsye se janë kontribuesit më të mëdhenj në zhvillimin e këtij vendi. Domethënë, nuk mund kur kemi nevojë për ta t'i ftojmë, kurse kur duhet numërohemi, mos t'i konsiderojmë. Kështu që kjo është një temë të cilën do ta trajtojmë të ardhmen dhe qëndrimi jonë është i prerë. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Ju faleminderit juve për ftesë. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë më tej me lajmet.